Mendoj që neve do të na bëjnë krenar gjithmonë të dalim kështu para jush faqe bardhë. Ne mandatin e ardhshëm po e shpallim me projekte kapitale që do të ndryshojnë fytyrën e qytetit tonë. Do të jetë lider në rajon edhe në Ballkan, me 7 projektet që do t'i prezentoj për çdo ditë kryetari i komunës. Ne flasim më për mbi 200 projekte të realizuara në mandatin që po e përmbyll kryetari. Mbi 55 projekte që janë në realizim dhe ata të tjerët flasin vetëm për një projekt të madh, për borxhin e madh që e krijuan 24 milion euro në Tetov. Asgjë tjetër të madhe s'kan bën Tetov, përveç se krimit, korupcionit, zhvatjes dhe që e shëndruan Tetovën në deponi të egra, në qytet pa ujë, pa kanalizim, pa ujësjellës dhe e kam thënë edhe diku tjetër, po e përsëris, të vetmit vizitor turist që ishin ata që i sillnin nga vendet tjera qend e ndacak. Vetëm për ta prish imazhin e kryetarit Bilal Kasami. Dhe ne tani po flasim për një epokë të re, që është kapitulli i dytë për zhvillimin e Tetovës. Dhe gjithsesi që ne po flasim me argumente, për çdo ditë kryetari në mëngjes poston projektet e realizuara. Në drek poston projektet që janë realizim dhe në mbrëmje projektet që do të realizohen në të ardhmen. Dhe kjo është vizioni jonë për ta zhvilluar qytetin. Ndërsa të tjerët flasin në panik, vetëm me etiketime, ofendime dhe shpifje. Por edhe 1000 shpifje po t'i bësh, t'i zhduk në sekond një e vërtet që nuk mund mohohet. Ata flasin me akuza, me shpifje, ne ju përgjigjna për çdo ditë me fakte, me projekte, me argumente. Dhe fal vetdijes së qytetarëve. Në Tetov, ato sa vinë edhe i shtojnë shpifjet, akuzat, ofendimet ndaj qytetarëve, aq ma shumë rritet përkrahja ndaj kryetarit, ndaj këshillit dhe ndaj vlenit në përgjithësi. Dhe unë falenderoj qytetarët e Tetovës që kanë vetdije kaq të lartë që nuk u besojnë shpifjeve, po ju besojnë veprave, projekteve, punëve të realizume, të cilat janë bërë gjatë 4 viteve dhe që do të vazhdojmë edhe më fort vitet që do të vinë. Ju e pat edhe konventën, për herë të parë do të thotë bëhet një tubim kaq masiv nga një subjekt shqiptar, i cili ka dëshmuar suksese në qendër dhe tani po e kthen shpresën e suksesit komunat ku menaxhon të Vleni në Tetov, në Zhelin, dhe tani po i kthem shpresat me zgjedhjet që po vinë. Ju e shihni se ne jemi dominant në çdo komunë shqiptare. Ishim dominant edhe në sallën Boris Trajkovski. Ju e pat se ati nuk kish vend. Me mira njerëz u detyruan të rinë jashtë. I njëjti ambient po shihet në çdo tubim të Nëndege. Për të bëu ato një tubim kështu si Nëndega juaj këtu, vu duhet krejt Nëndege të organizohen me javë për të mbledh kaq njerëz sa jeni ju sonte këtu në sallë. Ju e shihni se edhe Aliu po mbyll kapitullin e vet, po shkon pension me faqe të zezë, mund të ndryshe ta përfundoj. Të dalë, ta pranoj humbjen me 90 tetor si burr i mirë, të shkojnë pension edhe të mbaroj ashtu si i ka hije një politikani të pjekur dhe jo kështu me faqe të zezë. Nuk mund t'i akuzojsh 107.000 shqiptarë që të shunë në opozit, duke i ofendu me lakej, me qakej, me zagar, me kafsh, me shpenz dhe kështu me radhë. Aq më tepër ne tetovarët kemi një krenari të jashtëzakonshme. Me 19 tetor do ta marrësh përgjigjen jo si zgjedhjet e kalume,
me 5.500 vota diferencë. Ne kësaj radhe me 19 tetor të mobilizuar ashtu si janë gjithë shtabët, gjithë në ndegët, jo që dhe të shkojmë në raundin e parë, por dhe ta bëjmë diferencën me 10.000 vota në e përsi. Tani ato e kanë pasë e po i humbin komunat, dhe po thunë se komunat do i humbim, po këshillat do i fitojnë. Nga një hap ato po shkojnë brapa, ne po vë themi, çdo komunë dhe fitojnë, edhe çdo listë të këshilltarëve dhe fitojnë. Nuk mund të krahasohet lista jonë e këshilltarëve në krije me Albin, me Zgjimin, me Ademin, me Arifin, me këshilltarët e konsumum që prapavia e shifni ko reklamon Bajrami, të uta Arifin. Që është simbol i dështimit, i krimit, i korupcionit, i të kaluarës. Dhe ne flasim për vizion, për të ardhmen, për Tetovën e zhvilluar, për Tetovën me 7 projekte lider që do tjetë në rajon dhe në Ballkan. Dhe kjo është ajo që e duan tetovarët, asaj që i besojnë tetovarët dhe ate që e kanë pritur me dekada tetovarët. Për projektet me siguri dhe të flasë kryetari, po unë juftoj që deri me 19 tetor, kështu si jemi të mobilizuar, të flasim me çdo qytetar, me çdo familjar. Fitoria është e përcaktuar dhe tani e definuar, por fitore 90.000 vota dallim, ne nuk do të kishim qenë dakord. Prandaj ju kërkojmë mobilizim në maksimum dhe 90 tetor. Gjithë shqiptarët dhe tetovarët të flasën në një zë dhe 90 tetori në mbrëmje, të gjithve kështu si jemi së bashku. Dhe shumë qytetarë që na ndjekin nëpërmjet rrjeteve sociale, të dalim të sheshi Iliria dhe jo vetëm të festojmë fitoren, po të festojmë fitoren që dhe tjetë më e madhja, më e thella në historinë e zgjedhjeve lokale me mbi 10.000 vota diferencë. Faleminderit, na prishte bara sukses.